Po këtë ekspozit që kanë qitë tu është dash me qitë para qeverisë shqiptare. Në Tiranë është dash me bo këto. Këto është dash para qeverisë Tiranës me qitë, me kalduar dhe ramës kush është Serbia, kush është Vučići. Ai momenti ju në atë kohë. Vetë data e bombardimit që ishte caktue, ishte ngjarja ma sublime, diçka ma njerëzore që kemë përjetu një gëzim i madh, se kishëm shpresë që çështja e Kosovës përfundimisht po rumbullaksohet dhe pavarësia e saj po ofrohet. Ai ishte me rëndësi. Por ma vonë, natën e 2 të 3-ën, atë që kemi qenë në Prishtinë, tani ma vonë një pjesë e madhe u deportuam, ishin po ashtu ditë zeza, për arsye se kish njerëz që frikoheshin që mos kthehemi kurrë në Kosovë. Ai deportimi për ngjarjet e Holokaustit edhe mjerisht nuk po mujnë me shtin në funksion, se ato kanë qenë ditët më të dhimbshme, vitet më të dhimbshme, vitet më të përkushtueshme. Për shembull, që punojmë te këto masakra. Këto duhet ndriçohen mjerisht një ngjarje që më ka prek këto ditë shumë pej Reçakut, unë kam qenë si gazetar në atë kohë, kam raportuar, i kam pa me sytë mi, edhe në familjen Jashari dhe këtë këto, ato duhet patete të hynë në funksion, edhe të hynë në funksion të krijimit, të forcimit shtetit, proceseve demokratike të zhvillohen të ne, që shtetasi ta ndinë veten të lirë, ta ndinë veten që dikush po përkujdeset, ai dikush është shteti, po forcohet shteti. I ke po nga afër çdo sen, ke raportu çdo moment vështirë. Unë kam qenë gazetari, korespondent i Zagrebit, korespondent i Vjesnikut të Veçenilisit, 35 vjet ja kam kushtu gazetarisë. Çfarë ndjenje u kon për ty kur e ke po çdo moment, çdo krizë, çdo të merrem? Momentet më të dhimbshme. Mu më kujtohet një deklarat kur na deportuam në Tasligje, kam pas shtëpinë, na deportuan edhe mbrojtëm me tren, si Holokausti që ju ndodhi izraelitëve, edhe një gazetari CNN-it më pyeti, tha çka ke po? Thash kom po të merre. Ato të merre në historinë e civilizimit nuk mundesh me gjetë. Edhe në kohën e Holokaustit më hershëm, domthonë te ne ka qenë veçantë fati që superfuqit na ndihmon se ne sot si shumë cajde. Për arsye se ne nuk na u angazhum sa mujtëm në atë kohë. Po nuk kishëm miq. Serbia atëherë kish halo njerëz vetë sane, po fati deshti që Tony Blair, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca luajti një rol shumë pozitiv, na u kthym troje tona. Ai ishte mrekullia më e madhe. A duhet mu arru kjo datë, edhe a duhet me kon kjo datë historike, edhe në datë feste për neve kosovarëve? Paj nuk ka këtë pyetjen e parashtruar, nuk ka sen më sublime nëse nuk e respektojmë gjitha tragjedi që ka ndodhur. Atëherë do ta gjykojë historia. Për shembull, nuk me të fush pa u prek. Nxanësit, helmimin e nxanësve, e dini çka ka ndodhur? Masakrat, smet gati kush çdo antar i familjes pa hi në organet të sigurimit, bisedat të shkëlqytura informative, janë tema të mërshme. E nëse i harron, përsëritet historia. Na do të me menu fort me qenë vigjilant, edhe me ditë kush pjodheq proceset me mbrojt këtë shtet, me formu, mja dhonë formën e shtetit. Mjerisht. Thot për juve kjo ditë që keni përjetu? Kjo ditë është ditë të merri. Për ata që e kanë këtu. Është një shpresë për mbijetesë të kombit shqiptar. Po këtë ekspozit që kanë qitë tu është dash me qitë para qeverisë shqiptare. Në Tiranë është dash me bo këto. Këto është dash para qeverisë Tiranës me qitë, me kalduar dhe ramës kush është Serbia, kush është Vučići. Që to është dash atje me ekspozua, dhe ne edhime kemi përjetua. Unë e kom qenë këtu këtë kohën e luftës, kom qenë mërëna në Prishtinë. Qështë e kemi përjetua, na flet pa? Po s'kemi ditë asë mu frigu atërë, se kemi ditë përfundimi që apë ndo, tek tash frigohemi për atërë. Tash i kemi ato ndjenjat për pashme. A na jep një mesazh për trit, se kanë përjetu luftën? Nuk duhet harrohet.
Kjo ditë duhet festohet, kjo ditë duhet marrët men, alatët tanë, ata që kanë luftu për neve, ka kanë pru lirin, ka kanë pështu për gjenocidit sërb. Kjo ka qenë një ditë shfarose, me shfaros popullin shqiptar. Dhe që kështë një ekspozitën këtu, ato mashtrueset e fëmijëve, që kanë gjetë, që kanë faru me fëmije, me grahe, me foshnje, pleqe, plaka, trije. Gjermani, kon lufta e Gjermanisë, një gra i ka nda një non, ata burrat i ka marrë të relon. Këtu ka shkua komplet me faros. Ju e përmenët mi dërgu këto në Shqipëri. Para qeverisë shqiptare, në Tiranë, është dashë që to biqu në Tiranë. A menon që si mjaftueshëm ditën rreth çka ka ndodhur? Po është mjaftueshme, po pse mos me quhet atje? Aleanca Shqipëri, Serbi, është dashë kjo atje më konë. Faleminderit. Ju përshëndes.